kjo realisht me vërtet kanë gjallë frikë tek njerëzit, arrestimet e një pas njëshme, tash disa kanë filluar të mos dalin në xhami për shkak se normalisht do thotë jehona e madhe mediatike që i bëhet duke pasur në mënyrë ekstreme negativisht të gjithë ndodhin, duke para përcaktuar do thotë se bëhet fjalë për veprues, domethënë faktat janë pa ndehur, akoma nuk është vërtetuar, domethënë sepse për asnjërin se shqiptuar do thotë dënimi përfundimtar, madje s'ka filluar procedura. Për grupin e parë domethënë për disa prej tyre është caktuar para burgim, disa kanë dalë prej tyre, që është treguar se janë pa fajshëm. Fatkeqësisht media, sidomos portalet, në shumë të rasteve me pak përjashtime, ata vetëm i kanë para përcaktuar si fajtorë. Edhe kjo normalisht ndoshta është edhe qëllimi i kësaj fushate që të krijohet pasqyrë negative dhe njerëzit fillojnë të krijojnë panik, domethënë vetvete edhe të mburojnë pasi ndalin edhe nëpër xhamia dhe domethënë të kryejnë obligimet e veta fetare që i kanë garantuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës, madje është e garantuar edhe me kartat të drejtave ndërkombëtare, pasi që prej drejtave bazore ose bazike që i garanton domethënë karta e drejtave të njerëzit është edhe e drejta e besimit dhe manifestimit të besimit. Dhe për këtë shkak do thotë ky ngurim edhe kjo frikë ka kuptim kur vazhdimisht domethënë media 2-3 javë sapo bëhen domethënë plasohet lajmi do terrorizëm, ekstremizëm, rrezik potencial, domethënë rrezik ndërkombëtar padyshim, do thotë sidomos duke pas parasysh edhe fushatën ndërkombëtare kundër terrorizmit, kjo krijon një panik me një dozë të theksuar edhe krijon atmosferë jo të përshtatshme. Madje për shembull për dallim prej fushatave që bëhen në mënyrë ndërkombëtare, ata insistojnë vazhdimisht përmendin se Islami është i pafajshëm në këtë drejtim. Nëse dikush është ekstremist, është personalisht ai, si persona, jo si fe, do thotë. Për të bërë balansin mes turistnisë që krijohet në opinion publik se ka ekstremizëm me ngjyrë fetare, edhe do thotë pafajësisë së fesë islame si fe. Për të kriju balansin, do thotë. Mirë po te na askush nuk del domon prej politikanëve me thonë se s'ka të bën kjo me fenë islame, s'ka të bën me muslimanë, por thjesht kemi të bëjmë me një grup caktuar që na mendojmë se janë domon ekstremistë ose terroristë. Edhe në mungesë të këtij balansi, vetëm sulmi domon edhe pasqyrë negative, panika domon është veprim normal faktikisht.